Dhe në Medinë, në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, ka pas dy persona që, domethënë, i kanë hapur varezat për muslimanat kur kanë vdekur. Njëri ka bërë lehdun. Lehdun, domethënë ajo xhepi që është brenda, njëri. Tjetri ka bërë formën shaqqun, që është domethënë brenda varrit në mes edhe një grop tjetër domethënë ma e thellë. Sahabët ridwanullahi alehim, kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishin domethënë të mendu se si t'ja bëjnë varin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i lutën Allahu subhanahu wa taala që më u dhën sukses. E pastaj thanë, ne do u çojmë aber, lajm atyre dy personave, edhe ati që bën lehdun, mënyrën e lehdit, edhe ati tjetër që bën shakka. Kush vjen i pari këtu, ai ka me marrë këtë detyrë përsipër. Edhe ndodhi që ai i cili bënte formën e lehdit erdhi i pari. Edhe atëherë ja dhan atit këtë detyrë. Edhe kështu bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vari i tij domethënë formën e lehdit, që pastaj domethënë na ajo xhepi u mbush domethënë na u mbyllë me tulla. Edhe po ta shifni nëse u ka ra rasti dhe situata, zakonisht kështu domethënë e bëjnë edhe në Medinë. Edhe në Medinë thonë futet brenda, edhe pastaj ajo pjesa mbyllet domethënë me tulla. Edhe pastaj lëshohet domethënë dheja në varr brenda, bushet domethënë.